Ekzistojnë vetëm dy gjeni. Mashkull femër. Unë s'njoh për shembull ndaj femën, ndaj person, ndaj njeri. Unë jam 31 vjeç, nuk njoh ndaj gjeni tjetër, domethënë ketë ndaj një që tjetë mix, tjetë edhe mashkull, tjetë edhe femën, ose tjetë edhe ndaj njeri që ka bish telefondi, ose ka flatra, ose tjetë një njeri që ka në orientim që ka qef me shku me elefant. Nuk shkon me njerëz, dhe njeri që shkon me elefant. Kupton? Tani ekziston dy gjeni edhe ekziston probleme menore. Këto tani që dalin këtu, a ju ka ardhur kush në shtëpi juve që t'i orientojë ç'a bani ju të dhoma të shtëpia juaj? Ju si keni problemin të orientimit seksual. Ju keni problem tjetër kon. Nuk e keni atje, se kërkush nuk vjen në shtëpi me treguesit ç'a më përdorët, ç'a mos përdorët, si deri më shkuet, ç'a deri më shku. Si vjen kërkush më ndalohet ato imagjinatat, ato gjanat, ato imagjinatat satanike që keni. Nuk doli dikush për jush, sa kam dëgjuar personalisht, se nuk morën punë si jam gay, ose jam nga që për orientimit seksual. Nuk doli mua ku për këtë sanju. Si kam dëgjuar në televizor se deli janë këni, se shiko, nuk po morin punë sepse unë kam orientim seksual tjetër. Ba me qatë dush, a ke pa atë plakun si e pyet. Çfarë mendimi ke për homoseksual? Le më të ashtu, bëjnë punë e vetë, s'pun gjëra me ta, bani më çfarë doni. Po këto tani që vini ju e na mundon m'ja imponu. Se po e tash si ti të dal me fol për drejtën tone gjasma, po edhe unë të dal fol për drejtën time. Ti tash po mundosh me imponu diçka, ti po mundosh me imponu diçka kur unë jam dakord me këtë sen? Si funksionon kjo pjesë? Kupton? Ekziston juve faktikisht i është ulur drejt që kam kryq më shpirt. Ju po vuni. Nëse po e kuptoni. Ju po vuni. Ekziston vetëm dy gjeni. Mashkull femër. Edhe gjenia e tretë është me probleme menore. Ose na e shpjegoni ju se ç'a tjetër. Kush do e nxirre mu dikush në studio, kush e dëgjon të videon se e dëgjon dikush, nxirre në një studio me podcast, edhe të ulla ta shpjegojmë pak, flasim për këtë tema që mbase kena hub në diçka dhe jena të gabu dikon. Ta shpjegojmë.